Të nderuar mysafir, krijues, admirues të poezisë dhe bashkëqytetarë. Në emër të klubit Letterata, ju uroj mirëseardhje në orën finale të konkursit të poezisë Ora e Astridit. Një aktivitet që tani më është bërë i pandashur në kalendarin kulturor të aktiviteteve të qytetit tonë. Këtë vit ne po e shënojmë edicionin e 9 të këtij konkursi, këtij manifestimi letrar që po mbahet për ta mbajtur gjallë kujtimin e poetit dhe dëshmorit Ferizajas Astrid Pytyçi. Është një personalitet i historisë sonë më të re, i cili jo vetëm me sakrificën e tij për liri, por dhe me shkrimet në poezi që na i lasi trashëgim, e ka bërë emrin e tij të padrekshëm. Nuk është rastësi që ky aktivitet po mbahet pikërisht këto ditë kur në Ferizaj shënohet dita e dëshmorëve të komunës tonë. Sepse në këtë ditë fjala e merr një peshë të veçantë, fjala bëhet homazh, bëhet kujtim, bëhet dhëmbje, por mbi të gjitha bëhet edhe mirënjohje për ata që ranë për lirinë që ne poezojmë sot. Si zakonisht në këtë manifestim, ne gjithmonë e kemi edhe një vend familjen e Astridit, që sot nga familja e tij është motra e Astridit, Vjosa. Vjosa një mirëseardhje të veçantë dhe një përshëndetje të veçantë. Astridi jetoi shkurt, por vepra e tij, sakrifica e tij, poezia e tij na bën që ta ruajmë vazhdimisht të freskët kujtimin e Astridit dhe me këtë konkurs çdo vit duke mbledhur krijuesit nga të gjitha viset shqiptare, ne bëjmë përpjekje që në një farë mënyre ta vazhdojmë atë rrugtim të Astridit dhe ta mbajmë të gjallë zërin e tij në letërsinë tonë. Para se të fillojmë me programin e këtij manifestimi, dua t'ju lexoj 2 poezi të Astridit, po mendoj që është mënyra më e mirë për ta hapur këtë takim. Klithja e profetit. Mos pritni nga unë shpëtimin. Perëndia gjendet në shpirtin tuaj. Parajsa gjendet në zemrën tuaj. Feri gjendet në mendjen tuaj. Satana gjendet në fjalën tuaj. Mos kërkoni nga unë amshimin. Jam vetëm busullaj juaj. Dhe poezia tjetër, që ka brenda saj një profeci, një ditë do të rritet bari. Kujtimet janë fletë që shlyhen, janë jehon e largët e shiut, janë gjethe që i luhat era. Kujtimet janë copa dheu, mbi të cilat rritet bari, edhe mbi mua një ditë. Këto pra ishin poezitë që ne ka lënë Astridi dhe këto janë përmbledhur në një vëllem me poezi, Yllin tim e Beraz, që është botuar pas rënies së Astridit, dhe që sigurisht ne së shpejtit do të duhet ta ribotojmë edhe një herë. Në konkursin e poezisë këtë vit kanë ardhur më pak poezi se sa vitet e tjera, por mendoj që kanë qenë më cilësore se sa vitet e tjera. Më falni, harrova ta thënë edhe një gjë që ky manifestim mbështetet nga komuna e Ferizajt dhe nga drejtoria për kulturë dhe sport. Ne kemi sot këtu edhe përfaqësuesit e komunës, edhe deputet të parlamentit të Kosovës dhe unë shpreh momentin që t'i falenderoj për tërë mbështetjen që na kanë ofruar tash so vite, jo vetëm për këtë organizim, por edhe për organizimet e tjera. Faleminderit. Nga rreth
40 poezi që kanë arritur në adresën tonë elektronike, nga juria profesionale janë përzgjedhur 20 si më të mirat. Në fakt, ne kishim plan 20 të mbetën, por një gabim i imi që e kam lënë një poezi pa e regjistruar me kohë, e ndryshoj planin dhe u bën 21 poezi, sepse pikrisht ajo që unë kam marruar kishte qenë një poezi që ka merituar të jetë mesin e të përzgjedhurave. Jurin këtë vete kemi në përbërje të zotit Avni Halimi nga Maqedonia, është poet, dramaturg dhe publicist, kryeredaktor i revistës për kulturë dhe letërsi Hejza. Është edhe zonja Nafie Zokaj, është një poete e veçantë, po e ka një dobësi që nuk paraqitet, nuk imponohet, edhe në përpiqet të më ofrojë gjithë dhe poezitë e saj. Kemi edhe kolegun tim edhe bashkëpunëtarin tim në çdo aktivitet të klubit, është në Gazin Arsim Hamitin, është studiues i poezisë, kritik letrar dhe poet. Pra këta janë ata që i kanë bërë përzgjedhje në poezi dhe shpresoj që këtu janë vetëm ata që janë do të kënaqur, se ka pasur edhe shumë tjerë që janë pa kënaqur dhe që nuk kanë shkruar vazhdimisht pse nuk janë të kthyer nga kjo juri. Për t'i parë edhe ne se cilat janë ato poezi, ata krijues që kanë publikuar të vetë në orën e Astrikut, do t'i thras me radhë nga një. Ndoshta edhe diçka duhet të shtoj që juria nuk e kanë ditur poezitë e kujt po i vlerësojnë. Se unë zakonisht i dërgoj vetëm poezitë me pikë pa emra. Edhe pasi ti mbledh të gjitha pikët, ju tregoj se kënd e kanë votuar. Ndoshta pak më mirë kështu, pak më objektive është çështja. Po fillojmë me radhën, ashtu si kanë arrit në adresë, prej atyre që janë përzgjedhur, e kemi poezinë e parë në legjendën e Zotave. Është Vlora Hexhaj, po Vlora që nga Vlora më duket që vjen prej Prizrenit. Përshëndetje. Poezia ime titullohet Hyrjen legjendën e Zotave. Hiri u krijuar nga zjarri, loj për më thesh plaka. Plaka që dogji trungull e lisit, lisit legjendën e qikës. Qikës që prej bëshetin e malit që rriti filizin, e polli shtratin ku mirëzoj zonat. Zonat me nishan e djeli, djeli që dogji ëndrën, ëndra që çmendi për më thejon. Faleminderit. Poezia në radhë është çmenduri e Fisnik Ajeti. Është Fisnik këtu? Si duket jo. I vetmi vend ku ende banon e djeshnja, Oriata Dajko, nuk është as Oriata. Zjarret i lidhjes, Gazmend Beçaj, nuk është as Gazmend. Do shta është mirë t'i kontrolloni të gjithë telefonat edhe një herë, mos keni haruar t'i. E keni Krishtave të Jezercit u shkrepi nga e madhe, a kemi Hajdini vendasi. Përshëndetje. Poezia titullohet Krishtave të Jezercit u shkrepi dita nuk. Atë ditë shtatori freski sharë të shtoj Jezercit. U plazme dëshmorit të parë të ku që i bëre artere e në lëdimës që shetë prej detit të zila e gjeut për
ta go për tokën me mollin e takimit një ditë. Jeshket e rrethuara nga polet e reliefit magjik, nuk u tranden kur stojive shekullore, e koha shpalos pareshtur kujtimet epokale përmit sokolin që ndaloj topin, atje ka hmot, historia u shkrua me pika gjaku. Me betimin e krishtave të Jezercit nga 6 istikamesh për tyre shkëndia drite, atë ditë shtatore në ofanzive në kopshme ranë, 8 dëshmore të Abdheut, që një ditë të realizoj liria. Jezercit i shkrepi dita e madhe e shkruar me 3 shkronje të arta dhe ngjyrë me 6 ladhije. Faleminderit. Faleminderit Akim. Në radhë kemi poezinë I pagjeturi im nga Sana Brod. Ajo më jeton në Francë dhe më shtu që të lexoj unë poezinë. I pagjeturi im, u shkundën gjethet edhe këtë vit. E ranë ka dalë të juavi tokës. Ju shtruan lehtas, buthes, qut, pace, qetësi. Sa mos me të grithat varë të hapun që saj sa vite thatu gri. Edhe sot shkova bri lume, gati sa nuk u mbyta. Po kërkoj ata sy qelë I pagjeturin. Ma bëj një shenë të lutëm, veç një shenë. Se gjethet filluan me ra prape unë beta të prit. Flokët dëbor më janë ba. E di se nuk ka dhej që mund të pitë ka. E di shpirtin e lek tu veç trupin mbërthyër ta marrë. Atë kujtohet kur më thej, zemrën në dorë dhe kam lanë, banë ashtu si diti. Unë prapo e them, s'ka tokë që të drejtë, s'ka lumë që përpinë syte tu të larë. U shkundën gjethet edhe këtë veto I pagjeturin. Ta shëkej një numër në dosjen gri. Ta mbaj men bluzën, nyrën, këpucët po se po. I kam shenjat, I gjatë një 85, këmish me pull të barë, syte tu po, krahat e tu po, aromën ta njohë. Ta shkiveç një numër në kërkim. U shkundën gjethet edhe këtë vetë. E ti pavarën të kembet. Më thanë se trupin ta gjetën në Danub, a kokën nuk e di. U shkundën gjethet edhe këtë vite unë me zemrën tënde amanet. Flokët dëbor, a zemra gurë më shba, pres të shihem në pasqyrë në syte tu, të pres I pagjeturin. Kemi në radhë Fjolla Hajrize me poezi maktub. Përshëndetje gjithëve, po më vjen shumë mirë që jo të me gëzat. Herën e kalëm në fatkeqësisht nuk u mujt me qenë me gëve për të lexuar poezinë time. Sot jam. Poezia ime është në ndërim të njerëzve që kanë ndërru jetë dhe ndërim të plagës që ikja e tyne e lënë pas. Maktub për ndryshe është fjallë arabe që nëse e përkthejmë të ka qenë shkruar. Ku shkojnë ata që me nesë janë më, ata që I deshtëm shumë, ata pra që jetë ndruan. Ku shkojnë të vdekurit, të gjallët si jetojnë pas tyre, Perëndia I dashkam më shumë a thua, mos thjesht po ngushtuar. Ditëlindje a kanë? A festojnë festa? Neve a në shohen? Kur lutemi për ta se kemi malë, se nuk në mbanë as toka as qielli, a në dëgjojnë? Zot, ku I letë vdekurit? Në tjetër jetë a thua do të takohemi? Mos humbin adresat,
a mos mbytemi në letegjer atëherë. Zot, të vdekurit, a mund të na dërgojnë durimin, si një atyre lutjet e mallit. Zot, si u bë kështu, më shumë të mësoj njeriu nga të vdekurit, paradoksalisht të ndjej më afër se të gjallët. A thua ka qafër i pas kemi ata? Si vdekjen që e kemi në mëmë këmishë, në cilin qiell brehen, a të gjetën ty. Dhimbjet e jetës së rrejshme, a ju pushuan. Zot, të lutëm, dërgoju engjëj, të tilleshëm. Zot, sonte nuk të bëzmë. Ndeza një shiri. Bardhëzi fotografia e ai kurvari. Në emrin tënë, guxojnë të më flasin të gjallët. Ishte shkruar, më thojnë, maktub. Faleminderit. Faleminderit, Fjolla. Kemi në radhë poezinë në kohë mbi telat e kitarës dhe Abdyl Hajredin. Është pjesëmarrësi më i rregullt i këtij konkursi që ne të heshtësh atë këndosh në mal të thatë, apo të ta mbyllën gojën me të mbyllur sytë, kur ti don ta puthësh natyrën e pranverë dhe ta këndosh këngën e rrusherecës. Ngricja e heshtjes ta bën hijen përmendore, skulpturë moderne e artit që përpin kohën, vendosë rregullat dhe filtrat kartel fjala që ti rinisin vajë gjykundit e dhëndjeve edhe të prekin e plagët që nuk shërohen. Si tërmeti metaforave në zjarën e vargut, se cila prej tyre është sy në liçenin me emër i lirë. Liçeni i rëndjes që dhem sa dhem, kur fati të ka shumë në vend se të puth, pra gjithçka s'mund të jetë e përjetshme, as robëria e pranuar nga zotrat e rënd. Veç dashurisë mbjellur në gjoksin e malit, kur as gurët e kufirit që ndajnë zemër, as lotët e dy syve kur delen në dy dete, duke njohur gjurëvet e ëndrave për liri. Si brejnë harresa mbuluar me zjarë e hekur, po motet ta kujtojnë në shkëlqimin e shpatës, që kur leka i madh des nga matështia, e këndej gjergjin ushtejnë në gjita dhe. Pra, fort më dridhën duar nga akull i heshtjes, si duke mbajtur polën i ujit me një dorë. Kobi ikën prekshëm e rejtë shkumbojnë terrin, mua sa të më shtejnë për dhe kur të vijë liria. E duke kaleruar kokën mbi telat e kitarës, kënga dhe të kullojnë mall për pikëllin e dashurisë. Faleminderit, Abdyl. Kemi në radhë poezinë Makthe nga Zymer Koldera. Përshëndetje gjithë, përshëndetje familjes Streetit. Makthe. Makthe zërin e fëmijëve, kur të gëzuar luanin në varë. Trupin që rrugëllise mbi barë, këngën që u ndaluan me zarë. Makthe nënën të porta, me shanin që vajbjes të era, me lotët që i digjnin në faqe, me zemrën që rrehte ka hera. Makthe gruan në prag, kur më priste hapin me buzëqeshje, kur më ndiste syt me shpres, pa ditur se nata buzëqeshjen do t'ja fikte. Makthe
të sofrën në mbushur plot. Kupat që mbani në duar, familjen ullur rreth saj, zërat që më mungojnë, o Zot. Ma kthe dhomën me libra, faqet që lexuam dikur, lapsin e mbetur në grusht, ëndrën për liri, për flamur. Ma kthe natën pa ulurima tankësh, pa qiellin që qahet nga predhat, pa tokën që pin të gjak, veç yje që flesnin për orat. Ma kthe, o Zot, nuk kërkoj hakmarrje, as paqe të ftoht, veç një kujtim të gjallë që ta di se nuk kam jetuar në kot. Faleminderit. Vjen poezia Cicërimat e vetmuara nga Rabie Betyqi. Përshëndetje për të gjithë, sinqerisht isha ftuar në bërën për që të ferezoj. Cicërimat e vetmuara. Në gjumë në ëndra piktëroj imazhin tënd. Si stinët e kokës fluturove larg për të arritur majat pena dëshirave. Për të imagjinuar muzën e artë në shpirt e renitur, për të kërkuar diell njësoj si unë. Vagëzove metafora për shpirt të zemër, në ajrën e freskët qielli i qetë. Me shkronjat e artat për emrin tim, ndihet arondjeshte cicërime vetmuar. Kujtimet arkivohen, gjërat flasin. I rrethuan herozon të kuptan jeta, për t'i prekur ndjenjat e mia imazhet lëvizin. Me një përzierje homogjene të bashkojmë mendje në zemër, të zgjuhojmë nga ëndrat në çast varku me kuptim, ndehje si në qiellin e tretë. Ju faleminderit. Faleminderit Rabie. Vazhdojmë me poezin Dikur dhe Besim Arifi. Përshëndetje për gjithë. Dikur. Zhdierjeshin çdo të premte majsorë në trasa në krah, barni në mundën e sinjes. Bjeshkës të atë pjetë zhdierjeshin si karvan, e se hijet e hungura në përrug lakore deri në pazare. I bënin pazare dhe prapë si hijet e lodhura deri në ashtë ktheheshin bjeshkës për pjetë. Atje ku ëndrat flesnin në mëngjesive të hershme, ende pa orpagu edhe për një të premte tjetër. Kemi poezin Fanari i Mamazejut, nga Mërvete Kavashi Leku. Ashtë Mërvete aty? Po? Përshëndetje. Vazhët e mia ja kam shku po asona aktuale. Fanari i Mamazejut. Jetë trisht. Në pikgjakun e Mamazejut tim, pak rrezë dielli, pak dritë, pak gëzim. Ku ta gjej dritën e lirisë, kur çerimtarët janë gojuar? Liria dhe lotë të patharë, vetmia mbyll fjalën, malli përvëllon skaja të zbrazurat të shpirtit. Plakët shpirtin me plakët tufan, më zën frymën, më mbyllin gojën me fshama të ngryra në lotë. Ëndra rëzohë si shi, gërshetat e fatit ngatror me vonesat të pafundme. S'mund t'i arrojsh tektarët që lëmë gjurmë gjako në ullët e përjetshme. Që të bëjmë në dhe, me shpresën e shuar për një agë më të mirë, në dhembjet mërgjimtare që më rëndojnë në sigur. Digjem, ndriqoj, bëm fanar për ty, o më dhe. Ju faleminderit. Kemi poezin tjetër letër në Amshin nga Hava Beqiri Mule.
lexoj dhe një poezi për cilën jam porositur nga Arti Bajrami, që nuk ka pasur mundësi të jetë këtu, është shkretim persie. Qaj pse për ty s'qava, nuk di përshë atëherë kur prej te u ndava. Harroj pse për ty s'harrova. Flatrat hapi ky shpirte në pravën tënde atë kohë ballin shtrova. Që mave me zihem, me lot të rem që moti njihem. S'qanë në zemra e shpirti u rëndua, hyje e derën e eja, zinxhirët si heq do, kjo plake ëmbël nuk di si randi mua, për trupin që iku shpirti nuk foli më pa, qaj pse për ty s'qava. Me një rëvesh lotësh persie, syte mi të ndodhur lava, thahen në stregën e shpirtit tënd ndale. Lahen me shiun e lotëve të përmallimit që madhe. Ika në shkretirën e mërzis, s'di pse shkova, e padashje këmisha me saj mora. Në bakqen e shpirtit tënë pasaj hyra, mu këthyë buzqeshja e mundrit fytyra. Të qëndroj këtu për jetë, shpirti mendoj, trupi tha, po, e zemra vetëm e heshti. Tash e kemi në rol poezi monolog me Rozafa Shpuzën nga Shkodra. Monolog. Njet, erdha atë verë të reshkun, që u njëm prej ujnave të zgriplinjes, e u trënd prej ullërimash amsore të denja për një ardhje të përkryme. I matë, njiti një emër legjendash, kurse nana më dhancic deri sa me naja ta, ani pse qava në kup qilit, gjyshja ka mulli me mblidh në shpërgaj, e kant mi zhytin sheqer kur lindi në vla. U rrita me marsh paradash e përhërimat mnershme, e për mërsi më hodhen uj ditën i parë të shkollës. Gjdo verë, lava në borë qylymin me thakt grim, tu i kërcys bath si për ti, si në ceremonit pagane. Nër fletore matematike shkruva ditar, e për dashnor naiv përdora iniciale që tash këtë lodhe me shkodu. Jo recitova poezin zanës në një shkollë normale, diku mes realesh dhe absurdes. Mamaj, i që nisa në gjergjef tana dëshira, si me dashmi i bazat në të rrëth të ndosun si nofullat para vajit. Për ditlinje, kur s'kam në isqira, prisi i druhem joshjes mirajeve këtë kryume për i flaks tyne të rajshme. Njet, erdha atë verë të reshkun, njajt me këtë të si mjeqmen, kur gjinkallat konkurojnë kantarit e afisheve të shkyme, e unë shuaj etjen me krikla kabahe biret në lokalin me një shkronjë mangët në tabel. Kemi tani Bulza Hysena Jademi me poezin ushtar i ri. Atëherë përshëndetje të gjithë. Jam shumë e nderuar që jam sot këtu në mesin tuaj, sot para jush jam me poezin ushtar i ri, cili qëndron me përullësi për çdo pjesëtarit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, konkretisht këtë poezi ja dedikoj atij. Ushtari i ri, në të ftohtin e shtatorit lehtë hyeta, në këtë ditë paqeje trime, nga po nisësh me këtë uniformë, them drejtën, bukur të re. Sytë e ti një plot krenari, tha, i voglët po nisët për ushtim. Dje i ble mantele, turnik, dhurat, kush do ta mendante në uniformë ushtarë. Si një gur i çmuar që është rrit nga tu, burrëri e tim, shpirti hekur te tele të rroj.
Kush tha që në paqe s'ka heroj, ushtar i ri në një vend pa luft, por jo pa betej. Shtrin heshtjen mbi kaldrëm të këtij qyteti. Netët e vuna si roje i heshtur rrepi gjileti. Aty ku të përcomëm, aty do të presim me emrin e Zotit me t'jep bekem. Emri yt jeshi do t'jap diplomës, se të vetmin djalë nana e Kosovës. Faleminderit Bulsa. Nuk e di nëse është Albin Bajrami, tekja e fëmijërisë, nuk është Asagin Berisha, nuk është bashkëvendës i ynë. Arben Hyseni, po, me poezi Pritje. Në këtë poezi e paraqes pritjen e atyre që ranë për lirim, për veteranët. Pritjen. Eci kohës si në maje, si në anije. I përzije i ndjenjat. Kuptoj shumë qka që nuk di. Rotullohen në për shkëndi. Pres të shoh në sy. Me sytë e mi të ndritur, se kujtimi ka qmu, e jeta e lumtur për ta parë. Kjo i ka muju. Rritëm në shpresë, në për lumejt e këndelur, se e presim marshimin, por presim edhe minutën. Ku je më rëllu? I gjë që po fle parsënja, se një gjë e ketë të sigurt, urat e tua duhet të shihen. Ky lum i njerëzve që s'flen, që kur asgjë nuk i përkulli, sot shfaqen të zi. Në hije orman, pres të shof, vetrimi munga. Kemi poezinë e parafundit, te kufiri i dhëmbjes dhe shqipja Hasane. Faleminderit. Para se të filloj të lexoj poezinë time, sot Engas me një mendim të veçantë ka marrë t'ia dhuroj dhe bibliotekës të në Verizaj vëllimin tim të 15 në Eshk të Pemës. Tek kufiri i dhembjes, kushtuar Astrid Bytyqi. Si kur të diljen nga levoshka gjysmë shekullit, do lurezoje si kurore e ishullit, do rritëshe si dikur në përqillin e prillit, me zërin e djaleris, do je hëm kufiri dhembjes, me shpirtin e fort që i përngjet kullës kur ngritet në kënd. Pesht e dimrit kalkan, që mbështjell plak zjarmish, në përfronin e 100 betejave, barte vagonetën e armëve, me yje hynor që bënin drit, mbi kafka anshimi. Aty ku lindin lulkuqet si rojtare të shtjellash, aty ku feston ditlindje për vjetoresh, e mua më mbetët i këndoj ringjalljes, me psalmin e brust, buz qëtësis vartare. Në mbrif shabon në eklips nate, do ma dëgjosh zërin për te qerrëve të paqës, në përtroje legjendash, në eshk zemrash, ndijej se sagat,
janë plot shtëngata. Mbi supe lulesh, le të flasin stinët. Për emrin e luftetarit, lotët le të më bëhen mite. Gjaku i netëve të kuqe, u bëft atë dhejt i dhembjes prosh. Faleminderit. Faleminderit Shqipe dhe poezia e fundit është Çmenduri të Art Molle, nga Zona Mehmeti. Zona Beatrikës i Art. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësia imja të lexoj poezinë time para jush. Poezia titullohet Çmenduri të Art Molle. Tani le të flet vetë poezia. Çmenduri të Art Molle. Fajnës ende u is lulet me një tokë që i quhen shtep, në një botë ku zemrat kanë zëvendësuar rapjet me kode ftopjeje. Çdo kujdes që derdh më kthehet plumb. Më shikon syri poshtë i kokës, më akuzon. Ti po imponon gjësi që s'jam më në mod. S'jam në mod. Jam zëri një epoke të varruar që digjet ende në kandilin e ndërgjegjes, në cep të shpirtit, që s'pramon të flejë në një organin e indiferencës globale. Më thoni e çmendur, flas me gjuhën e dritit që s'mbin më, le të atë plak të huaja, në që i qanë fëmijët e qitë botës. S'fluturoj dot në rek junaje, ku shpirtrat bëjnë selfie mbi varin e dashurisë që t'i buri kishë nëhruar, e hedhin fjalë miradije të konservuara. Madje, qajnë me lot krokodili për ata që i lanë të vdisnin të gjallë. Nuk di, nuk dua të qesh me sarkazmën gjaku të ftohtë. Nuk dua. Nuk di të ndiej sipas protokolleve të kohës. Nuk di, nuk dua të vras brenda vetes atë që beson ende në dritën që nuk shitet dot. E çmendur me këtë litar dritën në duar, në një botë që do të më shoh të varur, vetëm se nuk pranoj të verbohem. E çmendur po, e heshtur, jo. Jam filja që përplas portat e rehatis, krisma e ndërgjegjes në gjoksin e qetësisë false, për flakja që nuk kërkon leje për të djegur kornizat e një bote që shpirtin e quan defekt prodhimi. Në duan të më shohin të djegur, le të vinë, me rufe, me furtun në shpatula. Jam mali flakoruar, që mbyt errësirën, zjarin që përvolon çdo rrugë është nemëruar. Ju falenderoj. Faleminderit Zona. Këtu ishin pra poezitë, këtu që patëm rast të dëgjojnë, ata që nuk kanë ardhur, nuk e kanë respektuar sigurisht atë poezitë e tyre. Tash e ka fjalën kryetari i juris, Arsen Mamiti, ta jap një vlerësim të përgjithshëm për atë poezi. Përshëndetje të gjithë. Po ndoshta do të shpall fitues të të nderuar mysafir, të nderuar poet, adhurues të fjalës së bukur shqipe, i nderuar deputet Ilmeri Qice, i nderuar deputet zoti Rashid Çale, i nderuar kryetari i komunës zoti Lulzim Aliu, i nderuar kryetari i OVL-s, që më keni nderuar sot zoti Afrim Mehmeti, dhe më falni po të me përshëndet dhe mikun tem ish kryetarin e klubit Kazmend Betysi. Faktikisht janë gjithë nga sfera politikës për duket, por nuk është të më mashton. Këta nuk janë thjesht për politikë sot, madje nuk janë garë fare dhe pse jemi në fushat zgjedhore këtu në Kosovë. Këta nuk janë garë, këta janë gjithë ish bashkëluftarë të mi, të cilët sot kanë ardhur edhe adhurues të poezisë, që sot kanë ardhur të na nderojnë edhe klubin, edhe qytetin, edhe amazhet për dëshmorët, po edhe të dëgjojnë poezi të bukura dhe të kënaqshme. Faleminderit gjithëve, fillimisht. Nuk është shumë e lehtë të jesh kryetar jurie, i kam thënë Zulefetit të banë të jem antar se herë të dush, po të lutë mësë më lek kryetar, dhe del dikush tjetër dhe të marrë borën e madhe dhe këto dhe të analizoj poezi. Por para se të dalim të poezit, sot dua që t'i bëjmë homazhe në një performe të gjithë atyre të cilët ranë për liri, pasi që jemi
në epopejën e Jezercit. Jemi në 27 vjetorin e betejës së lavdishme të epopejës së Jezercit, për ndryshe dhe dita e dëshmorëve të Ferizajt. Dhe me zyrafetin e kemi menduar se homazhi më i mirë për dëshmorët, për të gjithë ata që luftuan, vepruan dhe ranë për lirinë e atëherë, është duke i kujtuar në mënyrë artistike, duke i kujtuar me fjalën e bukur, duke i kujtuar me vargjet, të cilat sot i dëgjuam aq bukur, shumica ishin për luftarët, për lirinë, për atëherën, për dëshmorët. Për ta kujtuar dhe Astrid Bytyqi në ndërtet të cilit gjithashtu kemi emërtuar këtë homazh, ju lutem jo një minutë thjesht, por vetëm një duartrokitje për vekën e tyre. Harrova ta përshëndes motrën Astrid Bytyqit, dhe cilën ndërën të jemi këto për të jo një garë tradicionale, jo një themi të mosin fjalët se cila ishte më mira dhe cila ishte më bukur, cila ishte më... është e vështirë, është pothuajse pamundur ta bëjmë një gjë të tillë. I dëgjuat shumicën nga poezit, ishin të bukura të gjitha, ishin të jashtëzakonshme të gjitha, po sikur ti kishin dëgjuar ashtu duke u lexuar, sidomos disa që e lexuan nga fundi edhe Zerafeti, sigurisht vlerësimi do të ishte ndryshe, për shkak se është një impresion i jashtëzakonshëm edhe kur e dëgjon poezi. Poezia është e vështirë të vlerësohet sepse nuk ka një masë e cila përcakton se cila është e para dhe cila është e dyta. Për këtë arsye, duke marrë parasysh edhe qëllimin mbi të cilin bëhet manifestimi i sotshëm, unë i përgëzoj të gjithë dhe këtu merr kuptim ajo fjala kur të gjithë janë fitues. Nuk ka një fitues të vetëm, po marr parasysh se ne do t'i shpallim ata emrat të cilët bën diferencën, ndoshta për një pikë në vlerësimin tonë të papërkryer nga anëtarët të jurisë. Por të gjithë janë fitues në kuptimin e plotë të fjalës sepse po mbajnë gjallë një emocion, po mbajnë gjallë një kujtim, po mbajnë gjallë një homazh për atëherën, për ushtarët, për ata që luftuan, për ata që vepruan, për ata që ranë për lirinë, madje po i bëjnë një homazh edhe vetë poezisë, e cila që nga antikiteti deri sot nuk po arrin me gjithë zhvillimin kulturor edhe teknologjik, nuk po arrin ta humbë shkëlqimin e vet. Ju falenderoj të gjithë pjesëmarrjen për këtë. Tash, pasi nuk e zgjatën shumë poetët, e zgjata pakon më duket, kërkoj falje, di që disa nga ju i një për ngullë, por para se t'i shkollë, filloj të t'i shkollë gjithë, para se t'i shkollë t'i falenderoj dhe anëtarët të jurisë, dhe personalitetet e mrekullueshme, Avni Halimi nga Shkupi, nëse zgaboj, dhe Nafije Zogaj nga Prezojnja, nga Malisheva, kërkoj falje Nafije, dhe pse kam miket madhe që të mund të takomi nëse në Ferizajës e Prishtinë, dhe po harroj që është nga Malisheva. Jo, Zerafet, unë të ta shkoll vetëm të fundit, kemi... Po, me gjithë dëshirë. Jo, penën e rej, të fundit. Pajtohesh. Si shta Zerafeti nuk i kemi parë anëtarët e jurisë asë një prej emrave, i kemi vlerësuar ashtu në mënyrë subjektive, ka qenë diferencat e vogla, ka qenë një figuracion i jashtëzakonshëm, i cili nuk është përsërit prej herave të kaluara, nuk kanë qenë poezi të bazuara kryesisht në metaforë si herat tjera, kanë qenë të mrekullueshme, domethënë secila ka pas një ngjyrim të ndryshëm poetik, që ka transmetuar emocione të veçanta, por e tillë është një garë tek e fundit ku do të kemi disa emra në fund për t'i shpallur. O në të presin du mi bono. Penën e rej. Penën e rej po të vendos me shpallvet po fjallë o Zerafetit. Po. Të regoj që çmimi pena e rej fillimisht e kemi pas nga edicioni po, edhe kemi mendu me nda për një krijues të ri në mosh. Mirë po, fakti që ne poezit jurisja kemi ofru gjithmonë pa emra, edhe pa mbush, edhe këta nuk kanë mujtë me ditë cili është ma i ri për me avon çmimin, edhe ndërkohë e patën anullë. Mirë po, prej këti viti kemi vendos me dhënë çmimi pena e re për një
që ka apliku për një krijues për herë të parë që vjen në orën e Astritit. Do të thonë prej këtij edicioni do ta ndajmë gjithmonë për një krijues që është për herë të parë të Nin Feriza në këtë festival. Urmarsin, kush është tash? Faleminderit shumë, me dëshirë do t'ja doja të sumit vetëm shumë poet që i kam këtu, por penën e re e merr një autor e jashtëzakonshëm, e cila në maniti me vargjet e saj dhe me zërin e saj kumbues në fund të programit të recitalit është Zonë Mehmeti me poezinë Shmendrita. Me të vërtet një poezi që ka merituar çfarë të çmimi, nuk është patjetër që është një Zonë Mehmeti, po. Zona dhe Marshall. Nuk e prisja këto. Nuk kam përgatitur asgjë për një fjalim të tillë, do jem shumë natyrale. Unë me artin jam pikur, e du artin, që në mos këtërsim. Kam shkruar që në mosh, që në familji. Megjithatë, rrethanat kanë qenë të tilla që të nxjerr në fakt primtarin time në këtë mosh. Por besoj se nuk është vonë kur për të arritur qëllimit, sepse arti për mua është jetë, është bukuri, dhe ju falenderoj shumë, ju jam mirënjohëse për këtë ndarje. Shpresoj që rrugtimi im do vazhdoj dhe do bëhem më e mirë. Faleminderit shumë. Sorfi më se hopëson, çmimin e tretë, në rëfete dhe ftojmë Fundukët e Gazit. Unë e pata veç pagas, më se këtë, ne pata mendu me thirë një prej deputatëve, po më lotën kanë jo, se jemi këtu veç të vërë me shiu mramin. Kështu që të të thrasim i shkretarin të mikun Gazmet Betyqin për me shpërdo vendin e tretë. Veç me shpërdo. Poezia të kufirje dhamjes nga shqipë gasone, mrime. Faleminderit që më nderuat me çmimin e tretë, nga se është kënaqësi për mua që mora këtë çmim, sidomos me imazhin dhe titullin Konkursi i poezisë Ora e Astritit. Faleminderit. Për çmimin e dytë nuk do ta trasem askënd dhe ndajmë në Zërafeti Fundukët, për shkak se është nga një autor e cila nuk është e pranishme këtu, vjen nga diaspora, është se mbrot me titullin i pagjetërit, e cila merr vendin e dytë. Do të jap Zërapetit për çmimin e parë, do të thonë është një poezi e jashtëzakonshme, një poezi cila mu ka impresionu me ngjyrimin, me gjuhën, me disa elemente, është një mjeshtër që nuk do t'ja përmendem, do t'a lëm pjusën për me ardhur në vendin e parë, dhe cilën besoj që nuk është një befasi e madhe, por megjithatë është një poezi shumë e bukur.
Çmimi I parë, monolog nga Mustafa Shumsa. Unë sot kam lek shumë ardhë në Ferizaj. Faleminderit. Se rrugët këto kishin ndryshu, edhe kam bërë 1 orë të usjall. Edhe po unë në Ferizaj vi gjithmonë me qef, edhe I latana pun tjera për më ardhë këto. Ferizaj është vendi që më ka njoft me poet të mëdhej. Ferizaj është vendi ku kam njoft njerëz edhe miq të mirë shumë. Këtu bëhen aktivitete që janë unik në Kosovë, gjithkund ku ka shqiptar. Muzat e Jezercit, panajiret e librit. Tana aktivitete që kanë lidhje me poezinë, që kanë lidhje me letërsinë, këtu bëhen shumë seriozisht edhe bëhen me shpirt, nuk bëhen sa me kaluprallën. Edhe kjo ka rëndësi shumë. Unë këtu kam mësu një gjë të çmueshme që më ka vlet për tonë krijimtarinë time. Kur kam marrë në fillim të ora Astritit, një prej juristës, po du me ja përmend emrin, më tha, nuk ke fitu, tha, se nuk ke përmend fjalë shqip, tha aty. Ashtë dasht me zëvendësu. Edhe aty unë e kuptova që ne nuk duhet me përdor fjalë të huaja të pas fjalën shqipe. Edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që unë e kam thënë në Ferizaj, edhe në Kavli. Kështu që ju falenderoj shumë, edhe ju jam shumë mirënjohëse. Shumë Shqipja ka harru këtë trofeju, nuk ja kemi dhonë na. Faleminderit Rëzof, ishte knasësi, e mboj men shumë mirë, po atë që kam me thonë është na I morë gjithmonë çmimet, këtë të lutem mos kërkuro mos të të themi Zerafitit, mos më ti pranur poezi. Se për ato thash nuk është befasi që kime fitu, sepse gjithmonë na sjell emocione të këndshme dhe poezitë e bukura. Faleminderit, ju përshëndes gjithë dhe ja jap fjalën Zerafitit që me përmbyll këtë program. Në fakt, para se me përmbyll, po I thras tash pjesëmarrësit e tjerë, për cilët do të ndajmë nga një mirënjohje për pjesëmarrje. Dhe në fund të bëjmë një foto të përbashkët. Vlora Regja, vjen pastaj Agim Hajtini, Rabie Betyqi, Besim Arifi, Myrvete Kabash.